në Austri në prill dhe në qershor, do të thotë që agjensitë e këtyre vendeve nuk kanë patur asnjë njoftim. Që kanë dhënë certifikatat për mjetet e blera dhe përdorimin e tyre. Lidhur me pyetjen e dytë, duhet të sqaroj opinionin. Opozita në Shqipëri është në një dhunim konstant të drejtave të saj kushtetuese. Dhe kjo është e njohur tashmë ndërkombëtarisht. Kjo është e sankcionuar në dokumenta ndërkombëtare. Edhe njerë duhet të qartësoj. Absolutisht nuk kemi asnjë kundërshtim për marrëveshjen. E mbështesim plotësisht. Mbështesim plotësisht kërkesën e presidentit Donald Trump për rritjen e shpenzimeve për çështjet sigurisë. Koha i dha atij 100% të drejtë. Partia Demokratike qëndron si forcë politike që ka antarësuar Shqipërinë në NATO, qëndron prapa çdo përpjekje për të mbushur detyrimet tona ndaj NATO-s. Por Edi Rama kërkonte ta përdor këtë marrëveshje për dhunimin e të drejtave për dhunimin e radhës të drejtës kushtetuese të opozitës. I pa fytyrë, i pa moral. Primitiv dhe delinkuent siç është. Ndonë se kryetari i parlamentit ra dakord me propozimin, kërkesën tonë për respektimin e kushtetues, pra për votimin, në afatin kushtetues që ishte dita e premte. Ai urdhroi me çdo kusht votimin pa lezuar, kundërshtim me afatin kushtetues. Duke besuar se në këtë mënyrë do fitoj pikë dhe më shumë. Do blej influencë politike për vetë e tij dhe për sulmua opozitën. Opozita, edhe njëherë, në çdo kohë, e mbështet marrëveshjen, mbështet synimin e marrëveshjes, termat e saj. Por opozita nuk mund pranoj që kjo të ndodhë duke shkel ajo mbi të drejtat kushtetuese të veta. Kjo është e bën bashkëfajtore opozitës në dhunimin e kushtetutës. Dhunim i evidentuar, ka një vendim gjykatë kushtetuese për këtë çështje. Ka një përcaktim kushtetuta. Nuk është hedhur marrëveshja në gjykatë, absolutisht. Është hedhur procedura, jo kushtetuese e përdorur për miratimin e saj. Po marrëveshjen, në terma kushtetues, ne votojmë në çdo kohë. Ka shtyr afatin e hetimeve për çështjen Balluku si kundër ka patur dhe kontrolle. A mendoni se do të ishte një hetim i plot nëse SPAK do të kërkonte heqjen e imunitetit të saj në kuvend? Anisa, nuk e di sa është të vërtet, po qytetari digjital mjofton se kanë filluar ndërtimin e një mini materniteti në SPAK. Kur shkoj herën e fundit, do të bëj inspektimin dhe ta verifikoj a është e vërtet, pastaj do i përgjigjem pyetjes tuaj. Faleminderit.